Suksesi lind nga pasioni. Pasioni është një trashëgimi brez pas brezi, kultura e familjesime, që lidhet me fuqinë, me energjinë e motorit, me lirinë që të falë. Baba im ishte një lloj heroi i heshtur që fliste me duar, jo me fjalë. Në timonin e tij, unë mësova se rrugët nuk janë thjesht udhë, janë bendime, janë dëshmi dashurie për ata që lë pas. E mbaj mend aromën e benzinës, zhurmën e motorit, mënyrën si më ngrinte në prerë dhe më tregonte dritat e rrugës si të ishin yje. Ai nuk më tha kur bëhu si unë, por më mësoi të doja këtë rrugë. Deti më ka të nduar gjithmonë, si një premtim i pazëshëm që më thoshte, eja, më tej ka më shumë. Nuk i ka. Unë nisa. Me gjurmët e babai tim në shpirt dhe një mall të madh brenda meje. Italia më priti me duar të ashpra, por me mundësi. Punoja në një oficinë të vogël. E mësova çdo pjesë motori me dorën time. Por pas pune shkoja diku tjetër, në një vend ku makinat ishin më shumë se mjete. Ishin ëndra që ndizeshin. Falënderimi im ishte puna, por aty ndjeva që për herë të parë kisha gjetur vetveten. Doja të sidhja ëndrat e mia në vendin tim. Bleva një Mercedes-Benz. Ishte si të mbaja në dorë një kujtim dhe një premtim njëkohësisht. E para që solla. Dhe më pas, diçka e madhe po vinte dhe po merrte formën e pasionit, të dëshirave dhe të vizionit. Kështu, së bashku me lumturinë që sollën në jetë vajzat e mia, lindi Mektrin Motors. Vendosa që lëvizja të mos ndalet e goma, por të zgjatej atë në ujë. E hodha barkën e parë në detin shqiptar. Ky do ishte auguri i parë i asaj që sot quhet Mektrin Marina. Pastaj erdhi Volvo, trak dhe auto. Pastaj erdhen ata që më quajnë njeriu që ua kupton makinën para se të flasin. Klientët e parë u kthyen me djemtë e tyre. Baballar që u trashëguan mbi dhe pasionin. Dhe mua, besimin. Për Land Roverin luftova gjatë. Më duhet të bindja botën, se Shqipëria kishte një njeri të apasionuar që nuk dorëzohej. Dhe kur je dola, erdhen edhe çmimet, 2 vite me radhë. Një njohje që për herë të parë thrente çdo statut si rishicit më të mirë në rajon. Kosova ishte hapi natyrshëm që duhet të ndodhte. Jo thjesht për të zgjeruar një biznes, por për të ndarë vizionin që kisha ndërtuar me kohë. Dhe sot jemi këtu. Ku të gjitha këto brande kanë shtëpinë e tyre, ndërsa makinat e luksit, një salon të dedikuar multibrand, sepse këto mjete nuk janë thjesht emra, janë kapituj të një historie që vazhdon të shkruhet çdo ditë me kuaj fuqi. Tani, 20 vite më vonë, kthehem në fillim, jo për të nisur nga e para, por për të rindërtuar sërish, për të mos harruar dhe për të nderuar rrugtimin që na solli deri këtu. Ky nuk është thjesht një biznes, është rruga ime, është rruga jonë, Mektrin, 20 vite në pistën e suksesit, dhe rruga vazhdon.